Një plagosje me armë zjarri është regjistruar në Shkodër në Lagjen Rus. Vladimir Bruçi është qelluar disa herë me armë zjarri nga fshinji i tij Pierin Bitani. Bruçi është transportuar me urgjencë drejt ambienteve të spitalit për të marrë ndihmën e specializuar mjekësore, ndërsa autori është shpallur në kërkim nga policia. 2 vite më parë, në qershor të 2024-s, Bruçi do të përfshihej në një incident të rënd, konkretisht mesditën e 3 qershorit 2024 në rrugën Pogej në Lagjen Rus. Vladimir Bruçi u dhunua nga 5 persona me sende të forta. Shkaku bë një vend parkimi. Në lidhje me ngjarjen u shpallën në kërkim Izmir Sakicaj, Samet Halluni, Arlind Kajoshi, Samuel Troshani dhe Alban Bruçi, djali i Vladimir Bruçit. Ky i fundit më 7 shtator tentoi të eliminonte fizikisht vëllain e Arlindit, kampionin e boksit Arjon Kajoshin. Në lidhje me ngjarjen, Samuel Troshani dhe Izmir Sakica u vetë dorëzuan në policinë e Shkodrës. Në maj të vitit 2025 u arrestua edhe Arlind Kajoshi.